Dijeni se ekzistojnë pengesa që e ndalojnë robin nga përgjigjja ndaj Allahut dhe të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Prandaj keni kujdes prej tyre. Njëra prej tyre është mendjemadhësia për ta pranuar të vërtetën. Ashtu si ndodhi me Iblisin, kur Allahu e urdhëroi të bjerë në sejdë për Ademin, por ai refuzoi dhe mendoi se është më i mirë, duke thënë, unë jam më i mirë se ai. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, el kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Mendjemadhësia është refuzimi i së vërtetës dhe nënçmimi i njerëzve. Transmeton Muslimi. Një tjetër pengesë për t'ju përgjigjur Allahut dhe të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam është zilia. Ashtu si ndodhi me xifutët kur i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam i thirin në besim, por ata nuk ju përgjigjen dhe mohuan prej zilisë së tyre, pasi që e vërteta u bë e qartë për ta. Ndër pengesat e përgjigjes ndaj Allahut dhe të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam është fanatizmi ndaj mendimeve dhe mëdhëhebeve dhe imitimi i verbër i rrugës së baballarëve, siç ndodhi me jehudit dhe mushrikët. Thot Allahu i lartësuar, وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم وهو الحق مصدقا لما معهم. Kur atyre u thuhet, besoni në atë që ka shpallur Allahu, ata përgjigjen, ne besojmë në atë që na shpallur neve, duke mos besuar në atë që është zbritur më pas, ndonse ajo është e vërteta që i pohon shkrimet e tyre. Po ashtu Allahu thot, wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Kur atyre u thuhet, ndiqni atë që ka shpallur Allahu, ata përgjigjen, jo, ne do të ndjekim atë udhë në të cilin i kemi gjetur të parët tanë. Vallë, edhe atëherë kur të parët e tyre nuk kuptonin gjë e nuk ishin të udhëzuar. Një tjetër pengesë për të përgjigjur ndaj Allahut dhe të dërguarit të tij është ndjekja e epsheve dhe ëndjeve të veta. Allahu thot, fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. E nëse ata nuk të përgjigjen ty, dije se ata i ndjekin dëshirat dhe epshet e veta. Një tjetër pengesë për të shmangur ndaj Allahut dhe për të shmangur përgjigjes ndaj Allahut dhe të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam është frika nga njerëzit dhe mungesa e durimit ndaj sulmeve të huajve. Allahu thot për mosbesimtarët e Kurejshve, wa qalu in nattabi'il huda ma'aka nutakhattaf min ardina. Dhe ata thanë, nëse ndjekim udhëzimin me ty, do të na përzan nga toka jonë. Do më thanë, ata pranonin se ajo që solli Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është udhëzimi i drejtë dhe se ato që janë ajo në të cilën janë ata është humbje, por kërkuan justifikim për mos ndjekjen e tij për shkak të frikës nga dëmi i njerëzve dhe frikës për sigurinë, tokën, kombin dhe fisin e tyre. Ky është një gabim në perceptim dhe prishje e natyrës së drejtë, sepse siguria nuk arrihet asesi përveç se me ndjekjen e udhëzimit, kurse frika vjen vetëm nga ndjekja e humbjes.